Ja kush janë shenjat e horoskopit që tregojnë se kanë inteligjencë të lartë emocionale, e njihni atë ndjesinë kur ndiheni keq, dikush ju shikon, thot pikërisht gjën e duhur dhe pa prit mas ndiheni më mirë. Këta janë njerëz me inteligjencë të lartë emocionale. Ata nuk detyrojnë ngushëllim, nuk i anashkalojnë emocionet tuaja, por ju dëgjojnë vërtet. Dhe midis shenjave të zodiakut, ka disa që duket se lexojnë midis rreshtave. Ata e dinë kur të heshtin, kur të bëjnë shaka, kur të përqafojnë dhe kur thjesht të jenë aty. Ata nuk janë të panjohur me dëmshurinë, janë empatik, diskret dhe shpesh e hamendësojnë intuitivisht se çfarë ju nevojitet. Ja shenjat të cilat tregojnë se kanë inteligjencë emocionale. Peshqit njihen për intuitën dhe dëmshurinë e tyre. Shumë i shohin si ëndërrimtar, por kur bëhet fjalë për njohjen e emocioneve të tjerëve, ata rrallë gabojnë. Peshqit janë ata që do t'ju dëgjojnë pa ju ndërprerë, do t'ju japin hapësirë të jeni të prekshëm dhe do t'ju ofrojnë fjalë ngushëllimi që nuk janë fraza boshe. Me ta, nuk ka nevojë të shpjegoni gjithçka, ata thjesht ndjejnë. Peshorët kanë një aftësi të jashtëzakonshme për të lexuar atmosferën e një dhome. Qëllimi i tyre është ekuilibri, dhe kjo do të thotë se do të bëjnë gjithçka që duhet për të qetësuar tensionet dhe për të lehtësuar tensionin. Kur diçka i prek, ata do të mendojnë para se të reagojnë dhe ua ofrojnë të njëjtën gjë të tjerëve. Ata nuk janë gjykues, jo ndërhyrës, por dinë çfarë të thonë dhe kur ta thonë, edhe nëse është thjesht heshtje në momentin e duhur. Gaforët janë empatik dhe të thellë emocionalisht. Kur u rrëfehesh atyre, ndihesh i parë. Inteligjenca e tyre emocionale buron nga nevoja për të mbrojtur ata që duan. Gaforët nuk do të thonë thjesht gjën e duhur, do ta ndjejnë atë me ty. Kjo është arsyeja pse ata shpesh janë një shpatull për të qarë, por edhe të parët që gëzohen vërtet për lumturinë tënde. Akrepi, edhe pse njihen për intensitetin dhe misteriozitetin e tyre, akrepët në fakt kanë inteligjencë emocionale jashtëzakonisht të lartë. Ata thjesht nuk e tregojnë gjithmonë hapur. Ata mund të ndjejnë kur diçka nuk shkon, edhe kur ju e fshini me mjeshtëri. Edhe pse nuk i ndajnë ndjenjat e tyre lehtë, ata dinë si t'ju përballen me tuajat pa u dukur të ashpër. Nuk do të merrni gënjeshtra ngushëlluese me ta, por do ta kuptoni të vërtetën me mirë kuptim. Bricjapi mund t'ju habis, por bricjapët janë inteligjent emocionalisht të qetë. Ata nuk janë dramatik, nuk reagojnë impulsivisht, por e dinë kur keni nevojë për mbështetje. Ata nuk do t'ju mbytin me këshilla, por do të bëjnë gjëra konkrete për ta bërë më të lehtë për ju. Empatia e tyre vjen përmes veprimeve, jo fjalëve, por është edhe më e fuqishme. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.